Si e, a je mirë? Shëndetje, si e mirë? Shëndetje. Me ditë të gjithëve, si e janë mirë? Ju, komi me një sabone, i vazhdojmë pak këtë pjesën zyrtare të pranim dorëzime, e që ndërni edhe me ju drejtuat e jashta e shumë që shërbojnë. Qishtë të nërësi? Ode që shtë të nërësi? Sigurisht se po vazhdoa edhe kujdo që t'jam, ka me bo maksimumin, me bo veprimin e nevojshme që me silë të zhitë qytetit, bora politike ka përfundu, edhe me në që tash gjithë duhet ta koncentrojnë energji me drejtim pozitiv edhe me dobi qytetit. Dhe herurime, suksese edhe ju prishtë e mora e në prishtë e mora. Përmëndesh shumë zëri kryetar për pritje, tash edhe si kryetari i përmëndesh që edhe në emrin të kryetarit Mitrovicës, që shuar e për gëzohet falenderoj për çdo punë të mirë që keni bërë për qytetin. Sigur se dora zëdore, dora zëdore, sot jemi në një moment të solidaritetit, edhe në moment të reflektive, po ambicia, synimi dhe objektivi im është që në bëhë punë të mirë për Mitrovicën, dhe përkëtojnë çdo herë nga grupet bashkëpunim, edhe në sforca politike, edhe në gjithë aktërëve që kanë qenë aktive dhe vazhdojnë të jenë pjesë e garës politike. Kështu që edhe nga ana ime, çdo herë të kesh pjesën e vullnetit politik për me bashkëpunu për Mitrovicën, po jo vetëm për Mitrovicën, po edhe për krejt Kosovën. Vullnetin e kemi, për vullin tashmë ekziston, edhe synimi dhe ambicia jonë është që me pas një dinamik më të përshkruar për shkak se natyrshëm pas çdo përfundimi të mandatit e rrugën e qenë më ambicioz se sa ai. Kështu që faleminderit edhe për çdo punë që ke bërë për Mitrovicën, edhe për shëndet të gjitha të mira në